Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atyre të mirëve kur vin me laçat ja merr shpirtin dhe janë bë gati, janë pastru, e kanë bë llogarive vetën për momentin e fundit, nuk e kanë lënë për nesër istighfarin, nuk e kanë lënë për pleçni namazin, nuk e kanë lënë për pleçni mbulesën, po i ka ra shpirtit mrapa me kohë dhe janë bë gati dhe janë përgatitur. Kur vin momenti i vdekjes, ajo është i pastër nga çdo gjuna dhe është në mëshirën e Allahut Dhul Xhelal dhe thot: o Zot, unë deri tash kam pas frikë nga dënimi yt, kam pas frikë nga ndëshkimi yt, tash ti kam shpresë në rahmetin tënd. Në atë momentin e fundit mendon mirë për mëshirën e Allahut Dhul Xhelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: me laçja vdekjes janë nxjerr shpirtin atij sikur qimja kur del prej klinit. Hiç nuk ndihet që ashtu e ja dorëzon shpirtin Allahu Dhul Xhelal. Allahu nasip të na bën. E si e dorëzon shpirtin gjunaqari, si e dorëzon shpirtin kriminali, zullumqari, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ato të këqit me laçet i afrohen dhe i mshojnë nga fytyra, e rrehin dhe ja nxjerrin shpirtin me dhunë. I thonë: akhriju anfusakum, nxjerrë shpirtin dhe kështu me dhunë. Si ja Rasulullah? Tha sikur me marr një therr me grepa, një therr me buckat e veta, e fort, dhe me jalshu një deles në shpinë, delja cila ka leshin e rritur e paqetur, jalshojmë në shpinë dhe e sjellim rreth saj dhe e lidhim leshin e deles për therrën, e pastaj ja krehim. Si del ajo therra prej shpinës deles? Me shumë vështirësi, që ashtu tha janë nxjerrin shpirtin prej trupi me laçet atij që kanë vetë deri në momentin e fundit me gjunahe dhe nuk ka shpendu. Zoti inshallah mahfaza na. Pra vëllezër të dashur, ato momente të cilat nuk ban mi harru, ato momente të cilat duhet me i kujtu, dalja e shpirtit është një punë të cilën se kemi përjetu. Prandaj Allahu Dhul Xhelal na ka tërheq vërejtjen, pejgamberi na ka lajmëruar që ta kemi parasysh këtë moment të jetë të vështirë, kur del shpirti prej trupi, dalja e shpirtit prej trupi